Familje së madhe të subjekteve sportive në Tetov prej para disa ditëve është shtuar si nevojë e kohës dhe klubi Notit Profa me iniciativën e profesorëve të njohur Mensur Huseini dhe Remzi Osmani. Sipas themeluesve të këtij klubi, ndër përfitimet më të mëdha që sjell sporti Notit janë forcimi i muskujve dhe kockave, përmirësimi i qëndrueshmërisë, ndihmon në shëndetin e zemrës dhe mushkrive, ndërsa ajo që është më e veçantë dhe që dallon nga sportet e tjera është se nuk krijon ngarkesë në nyje dhe kocka, që është shumë e rëndësishme për zhvillimin normal të fëmijëve. Televizioni Koha asistoi në një seancë stërvitore në pishinën e qytetit, ku në klubin e Notit Profa aktualisht janë duke mësuar hapat e parë të këtij sporti 15 fillestar, kryesisht të moshave 7 vjet e më lartë. Mensur Huseini thotë se qëllimi i themelimit të klubit krahas afirmimit të sportit të Notit është ajo se ndikon në zhvillimin e organizmit tek fëmijët. Ne menduam me bashkëshortën që në përvojë gjermane ta sjellim këtu, ta instalojmë dhe të interpretojmë se çfarë role dhe rëndësie ka noti në organizmin, sidomos në organizmin e fëmijës, i cili është në rritje dhe zhvillim. Sa i përket interesimit për tu bashkangjitur klubit, Mensur Huseini tha se nga dita në ditë interesimi është më i madh. Po duke ditur rolin dhe rëndësinë, çdo ditë domethënë na vinë, na shkruajnë, na telefonojnë prindët për fëmijët e tyre. Domethënë çdo ditë numri i fëmijëve rritet. Ky klub tani më është regjistruar në regjistrin qendror si subjekt me të gjitha të drejtat dhe obligimet për të marrë pjesë në gara. Shpresojmë normalisht për të përgatitur një fëmijë për të marrë pjesë në gara, normalisht nevojitet kohë, mirë po na kemi menduar edhe këtë pjesë që një në të ardhmen të përgatitim edhe sportistë në disiplinat e Notit. Duke pasur parasysh se qyteti i Tetovës posedon vetëm me një pishinë, ndërsa interesimi është tepër i madh që përmbush të gjitha kërkesat e të rinjve. Pishina është gjysë olimpike, do me thonë me standarde perfekte, temperatura ideale, si temperatura jashtme, si temperatura trupit e ujit, gjithashtu dhe thellësia është ideale për nxënës. Përveç mësimit të teknikave të Notit, në klubin Profa, fëmijët do të trajnohen edhe me teknikat e shpëtimit dhe reanimimit. E veçanta e klubit është se fëmijët do të jenë në duar të profesionistëve të dëshmuar e të certifikuar dhe nga shteti gjerman. Klubi Notit Profa aktualisht ka 2 termine gjatë javës për të punuar në pishinë dhe atë të premten dhe të shtunën nga ora 17 deri në ora 18.